Republika e Kosovës dëshmon që është partner i besueshëm. Do duhej fillimisht të miratohet bordi i paqes. Bordi i paqes dhe nënshkrimi që ka bërë Kosova, ish presidentja në emër të Republikës së Kosovës, e vendos kontekstin brenda të cilit merret ky vendim i qeverisë. Ne mbështesim dërgimin e forcës së sigurisë në Gaza, në bazë të vendimi, sikurse do të mbështesim edhe antarësimin në bordin e paqes. Mbi bazën e ftesës së pranuar nga Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të nënshkruar me datë 8 dhjetor e pranuar me datën 10 dhjetor 2025 në Ministrinë e Mbrojtjes dhe që i referohet rezolutës 2803 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, vullnetit politik të shprehur në bordin e paqes, si dhe ligjit për dërgimin e forcës së sigurisë së Kosovës jashtë vendit, ka iniciuar procedurat për të kërkuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës marrjen e vendimit për dërgimin e forcës së sigurisë së Kosovës jashtë vendit, përkatësisht si pjesë e forcës ndërkombëtare stabilizuese në Gaza. Ministria e Mbrojtjes dhe Forca e Sigurisë së Kosovës kanë adresuar të gjitha çështjet që ndërlidhen me pjesën përgatitore të dërgimit të kontingjentit, duke përfshirë përgatitjen e personelit, mosat e sigurisë, rregullat e angazhimit, çështjet e sigurimit shëndetësor dhe sigurimit të jetës, pagesat për rrezikshmëri, si dhe mbështetjen financiare bazuar në ligjet dhe rregulloret. Të nderuar deputet, përmes këtij angazhimi, Republika e Kosovës dëshmon që është partner i besueshëm, i përgjegjshëm dhe i gatshëm të veprojë krah aleatëve në mbështetje të paqes, sigurisë, mbrojtjes së civilëve dhe zbatimit të mandateve ndërkombëtare. Hierarhia e gjërave do të ishte që do duhej fillimisht të miratohet bordi i paqes dhe është absurde se si me 22 janar është bërë takimi i parë i bordit të paqes me 12 shkurt. Ish presidentja ka dërgu këtë traktat në Kuvend të Kosovës, me 13 shkurt i është dërgu qeverisë Kosovës, për 30 ditë nuk ka pas ndonjë opinion ligjor, me qëllim që para se të merret ky vendim, që jemi gjithë për të dërguar FSK në këtë mision të shenjtë, ta pasqyron vullnetin politik. Prandaj edhe fjalimet që i mbajtë dhe fjalët që i thatë janë përtej vendimit që ka marrë qeveria, se ne po marrë me vendim pa e deklaru mirëfilli një vullnet politik dhe ke mujtë me deklaru këtë vullnet politik duke miratu bordin e paqes. Ne jemi bë pjesë e bordit të paqes, si vend themelus i bordit të paqes. Dhe ky vendim i qeverisë duhet të buroj bordi i paqes dhe nënshkrimi që ka bërë Kosova, ish presidentja në emër të Republikës së Kosovës, e vendos kontekstin brenda të cilit merret ky vendim i qeverisë, prandaj është pa kuptueshme pse po ndjeket kjo rrugë, pse po ndahet procesi, sikur Kosova nuk është pjesë ndër vendet themeluese të bordit të paqes, po ndiqet një rrugë tjetër në vend që ne ta miratojmë marrëveshjen në këtë kuvend, të ratifikojmë pra antarësimin në bordin e paqes dhe brenda asaj të akomodojmë edhe vendimin e qeverisë për dërgimin e forcave FSK-s në Gaza. Besoj që të gjitha përgatitjet e duhura veç ka ndodhur me kohë, pra vendimi për të dërguar forcën e sigurisë në kuadër të forcës paqësore në Gaza nuk është jashta, po them bazës kushtetuese, bazës ligjore, praktikave që ndjek edhe deri me tani. Këto praktika do të vazhdojnë të ardhmen. Sikurse e dim, interesi ynë është që të përfaqësohemi në angazhimet përbashkëta, pra ushtarake, paqësore, në mënyrë që si palë një ditë të ftohemi të jemi partneri përhershëm në çështjet e sigurisë, jo vetëm për vete, për rajonin tonë, po edhe globale, pra të antarësohemi NATO. Mendoj që të gjitha këto lëvizje tonat, përfshi edhe antarësimin tonë bordin për paqe, duhet të shohim këtë perspektivë, pra është i drejtimi ynë, i investimi ynë, një interes strategjik ynë, që të rritet vlera jonë si palë, në çështjet e sigurisë, ma shumë se sa rajonale, pra dhe globale,
edhe në një tarë metafort pra të zhjët edhe statusi ynë i sigurisë me antarësim NATO. Ne mbështesim dërgimin e forcës së sigurisë në Gaza, në bazë këtij vendimi, sikurse do të mbështesim edhe antarësimin në Bordin e Paqes. Votojmë. Konstatojmë se 89 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Kuvendi vendosi për dërgimin e forcës së sigurisë së Kosovës jashtë vendit si pjesë e forcës ndërkombëtare stabilizuese në Gaza.